Bashkimi Evropian ka miratuar rregulloren e re për procedurat e emigracionit dhe listën e vendeve të treta të sigurta, duke hapur rrugën për zhvillimin e politikave të reja që Italia synon të përdorë në qendrat e emigrantëve në Lezhë. Sipas medias italiane, La Repubblica, ministri italian i brendshëm i cili ndodhej në Bruksel për Këshillin e çështjeve të brendshme dhe drejtësinë, deklaroi se miratimi i listës ka qenë kusht kyç për të propozuar qeverisë italiane ratifikimin e marrëdhënieve që do të lejoj funksionimin e plotë të qendrave të emigrantëve në territorin shqiptar. Referuar vendimit të Bashkimit Evropian, vendet që klasifikohen si të sigurta janë Bangladeshi, Kolumbia, Egjipti, India, Kosova, Maroku dhe Tunizia. Këto shtete do t'i nënshtrohen procedurave të përshpejtuara të azilit, të cilat zakonisht përfundojnë me refuzim të kërkesës përveç rasteve të veçanta. Gjithashtu, nëse emigrantët kanë kaluar përmes një vendi të tretë të sigurt, aplikimi i tyre mund të shfrytëzohet pikërisht në atë vend. Vendimi favorizon Italinë, pasi shumica e mbërritjeve të fundit në brigjitë italiane janë nga Bukureshti, Egjipti si dhe nga Tunizia, ndërkohë vendimi final mbetet në dorë të shteteve anëtare dhe vendeve të treta.